Gjithmonë lajni rrobat e reja para se t'i vishni, ja pse. Për shumicën prej nesh veshja e rrobave të reja menjëherë pasi e lajmë është normale. Megjithatë, sipas një eksperti të tekstilit, mos larja e rrobave pasi i keni bler nuk është mirë, pasi që kështu ju a bëni të mundur baktereve dhe mikrobeve të kapen në trupin tuaj. Eksperti i prodhimit të rrobave paralajmëron se mos larja e rrobave të reja menjëherë pasi t'i keni bler ato ju vendos ju në një rrezik të sëmundjes së lëkurës për shkak të proceseve të rënda nëpër të cilat kalojnë rrobat nga fabrika dhe derisa arrin tek blerësi. Eksperti shpjegon se ngjyrat të cilët përdoren për të ngjyrosur rrobat nuk janë të mira për lëkurën. Absolutisht duhet gjithmonë t'i lani rrobat përpara se t'i vishni. Shumica e kimikateve që përdoren në fabrikat e prodhimit janë të dëmshme për lëkurën.